Mirdita, sot të pregatisëm një gjithë me makaron orzo. Orzo flitet me emra të ndryshëm, mund të në Greqi i thonë krytharaq, ne në fshat i thoshim elbje, sepse ka formën e elbit, dhe në fshat e njifshim elbje. Këte gatuaj mund të gatuani dhe pa mish dhe me mish. Unë kam marrë 3 gjokë spule. Kam qep të grirë prap dhe qepën, jo në blender me dorë, po në pjesë të vogla të imta të holla. Krip, kam dhe speca, 2 speca, ose 1 spec, si të doni specin, mund të përdorni sa të doni, po të pre dhe specin në copat vogla. 3 thelpa hudrave, kam spec që nuk djeg, spec jo djegës, 2 lugë, rafsh si kjo luga, se nuk i hedh salcë, vetëm përdor specin, edhe 1 lugë të vogël kafeje me spec djegës. Edhe ky spec nuk djeg shumë, që të djeg shumë, djeg pak. E përdor me pak, se nuk caj duar me spec djegës më shumë, mund të edhe spec djegës më të fortë. Unë përdor spec djegës të butë. 2 pafka knor, që është vetëm për zarzavate, edhe karot të prerë në copa të vogla. Tashi po ju tregojnë që karotën që të pritet në copa të vogla, që të jetë pak si elbi. Edhe 100 gram gjalp. Po i pres kështu ta shikoni, në copa të vogla, i bi kështu dyshe. Kjo është karota që pritet në copa të vogla. Si që shikoni, tash janë të gjitha gati. Nuk harojmë dhe piperin e zik, duhet pa tjetër. Do kthejmë të kuzhina tash që të tregoj procesin se si e bëj dhe çfarë herë të parën. Si fillim, kam rënë tiganin në sod, sa është nxehur pak vaj, dhe fillojmë me skuqjen e mishit. Në fillim hedhim mishin. Që shikoni, mishi sa ka për ujkin e vetë dhe fillon e me një skuqje të lehtë. Sa fillon e skuqje të pak, fillojmë pastaj të hedhim këto që të kemi të grira. Në fillim fillojmë me qepa. I hedhe këtë sopën e gjalpit, 100 gram gjalp. Shkrie dhe gjalpi bashkë me mishin. Nuk ka brenda asnjë gjë as skrip, absolutisht asnjë gjë. Vetëm mishi. Hedhim qepën. Si fillim hedhim qepën. E përzijmë pak me qepën. Hedhim karotën, njëra mas tjetrës i hedhim.
një qik me karotën, sa të zbutet pak karota. Nuk ka nevoj shumë. Karota është e prerë në copa të vogla, si që shikoni. Ju a tregova se si mund t'i prisni. Mund të gjeni forma të ndryshme t'a prisni, po dojet e vogël, se dhe orzo është kokër vogël, nuk është si kokër oriz është. Ta shihet speca. Hedhe hudrën. Lën ka nuk digjen se lëshon dhe speca dhe qepa lën unë e vetë. Ta shtihet këto pafkat e vogla që janë të zërzavateve. Ja gristi për me thik. Nuk I kam hedh krip akoma, ja ti provoj këtë njerë, se kjo vetë ka krip. Ta shti shtoj pak ujë të nxehtë. Shtoj specin e kuq, jo djegës, shtoj dhe djegësi. Të dyja speca në një kohë. Si që shikoni, gjella ndryshon ngjyrën, me ngjyrën e kuqe nga speci dhe kështu që nuk hidhet salcë. Është gjellë që nuk do salcë. Ishte edhe piperin e zi. E mbush me ujë. Ta shtihe oshtën brenda. Për një është të gjitha bashkë. Po I dhe pak ujë. Ta shtive kapakun. Dhe do të shikojmë gjithmonë derisa të ketë virujtin. Sobën e kam në urtë 5, që të zija avash avash. Sa të pi ujtin do të shikojmë. është zirë ai orzo, kritaraki që thomi I Elbia, do të shofim duke parë, duke bërë. Mbas di 3 minutash,
E heq kapakun dhe e shikoj, nuk i bëj përzierje nga lart poshtë, po vetëm një qik shumë e lugë që mos të ngjit në tiganja, pak kështu dhe të lëviz avulli. Vjen avulli nga poshtë lart. Provoj edhe një herë kripën. Do pak krip, sa të kapin me atë e gishtave jo shumë, mos na shkas dorat e kripa. I hedh prap pak ujë. Si që shikoni, është e mbushur me ujë dhe do t'ju tregoj për 2-3 minuta se si do të veprojmë. I vë prap kapakun. Pritan haqi e ka pirë lëngun, e nxjerr e shtim pak me një shpatull kështu pak nga të gjitha anët, që avulli që ka poshtë t'i vi nga lart që të mos rri poshtë që të bëhet si qull. E shikoni si është bërë, si pun pilafi. Janë nxjerr që ka avullin kështu. E ka pirë ujtin të gjithë. E lë dhe pak. Dhe një 10 minuta të tjera që t'i dal avulli nga poshtë t'i vi lart. Edhe del i shkoqur. Mbas 10 minutave e shikojmë orëzën që soba është e mbyllur, nuk është e hapur. E kam hequr nga soba që shpar që u thash hodha ujtin dhe një qik me shpatull kështu e hapim që avulli që ka nga poshtë t'i vi nga lart, mos të bëhet e zier shumë nga poshtë, të bëhet si balt dhe si shikoni pak kështu. Dhe e mbyllim e lëmë dhe 10 minuta të tjera dhe është e gatshme për të shërbyer. Orzo është e gatshme për ta shërbyer në pijatë. Është shkrifur ja si që shikoni, tamam si pilaf. Është një gjellë e shishme si që thash, vetëm doj pak kujdes në zjerjen e saj, atë të mos e lëni si për zjarit derisa të zihet. Se ashtu bëhet kthehet si në llaç, nuk më mirë lëreni pak të pazir dhe shtoni ujtin e nxehtë mbi vete, që ajo të shkoqet dhe të bëhet tamam si pilaf. E pin ujtin vetvetiu, zbutet vetvetiu makarona, mos u shqetësoni në qoftë se e shihni pak të pazir. Se ka orzo që është kokur trash, ka që është kokur holl, ajo kokur holla do më pak, ndërsa kjo kokur trasha do çik më shumë që të bëhet. Deli, ja si që shihni, ka dalë një gjellë shumë e shkrifur. E ka pirë të gjithë ujtin. Kjo është pjatja me orzo dhe me mishpule. Sipër i shtojmë pak piperin e zi. Mund të shtoni djath kaçkavall, djath të bardhë, e shoqëroni me çfarë do djathi që doni mbi vete, ose dhe pa djath. Vetëm po ju ashu, po kush ka se kjo djeg me atë speci e hodha unë, djeg shumë pak, djeg lezetshëm, të pëlqen ajo djegi që ka. Po kanë fëmijë të vegjël, mund të mos e hanë, mos i hedhni fare spec djegës. Po s'kini mish, bëni dhe pa mish dhe shumë e shishme. Ju falenderoj nga zemra të gjithë teleshikuesve. Ditë mbarë.